Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ja ku po ritakohemi edhe sot këtu në ekranin e NTV në Aktualitet për të folur për aktualitetin nga vendi dhe nga zhvillimet rajonale, pse jo dhe ato ndërkombëtare. Si zakonisht do ta nisim me aktualitetin e zhvillimeve në vend, pikërisht sagën e Erion Veliajt nga Këshilli Bashkiak në Këshillin e Ministrave e mëtej në gjykatën kushtetuese për të përfunduar tashmë tek dekreti i presidentit për zgjedhjet e 9 nëntorit 2025, zgjedhjet e parakohshme, edhe në Bashkinë e Tiranës veç 5 bashkive të tjera. Kam kënaqësinë që për këtë çështje të flas drejt për drejt me zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit që jemi së bashku, të përshëndes. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Po e nis me atë që bëri presidenti i Republikës Bajram Begaj, që dekretoi zgjedhjet e parakohshme vendore të 9 nëntorit, megjithse ankimimi i zotit Veliaj ka shkuar në gjykatën kushtetuese. Sipas jush, bëri mirë apo ka bërë gabim me këtë dekretim? Do duhet kishte pritur gjykatën kushtetuese, si e gjykon? Është që ne kemi arritur te mafjarit, kjo nuk diskutohet, por ditë për ditë tregojnë më shumë që kushtetuta është një paçavore që nuk e pyet njeri dhe nuk do të dinë më njeri për të, sepse e ka të sankcionuar në mënyrë taksative në kushtetutë. E zeza është shkruar mbi bardh që në momentin kur bën një ankim gjykatën kushtetuese, priten të gjitha procedurat. Pra presidenti nuk kishte të drejtë ta dekretonte datën e zgjedhjes për Tiranën, flasim për Tiranën, atë datë që cakton presidenti, pa mbaruar gjykimin dhe shqyrtimin në gjykatën kushtetuese. Përsa gjykata kushtetuese e mori, e regjistroi si dhe e bëri publike njoftimin, do të thotë se dhe presidenti publikisht e din që ky ankimim ka vajtur dhe është edhe relatoria e çështjes. Kështu që presidenti nuk do ta dekretonte. Presidenti lexoi atë që kishte shkruar Rama në atë qeverisë, që nuk është kompetencë e gjykatës kushtetuese, por është e gjykatës administrative. Por në të dyja rastet, e para një që nuk bën dot interpretim presidenti i Republikës, nuk interpreton kushtetutën, ai është rrugës së kushtetutës, jo interpretuesi është gjykata kushtetuese. Dhe nuk e legjitimon dot presidenti se në gjykatë do shkojë çështjen se në cilën gjykatë shkon është personi që e cakton dhe gjykata vendos nëse e merr në shqyrtim apo e dërgon çështjen në një gjykatë tjetër, pra tek ajo që këta pretendojnë në gjykatën administrative. Gjithsesi, ishte një veprim jo i nxituar, por dashakeqës dhe me urdhër, dhe tregoi se presidenti i Republikës nuk ka më asnjë lloj tagri si president, por është thjesht një noter i qeverisë apo i vetë Ramës, atë që sjell Rama, presidenti e firmos pa e parë, pa e bërë, megjithëse ka një shpurtë të tërë aty me juristë, me këshilltarë, të cilët minimalisht duhet ta kishin këshilluar për këtë veprim apo këtë dekretim që ai bëri. Është, domethënë, ta hedhësh gjykatën tashmë, të hedhësh gjykatën kushtetuese poshtë, por i ngelet gjykatës kushtetuese tashmë të vej dinjitetin e saj në vend, me një vendim të shpejtë për të vënë tash legitimitetin e saj në vend. Personaliteti i gjykatës kushtetuese nuk duhet jetë në këtë nivel kaq të ulët, sa presidenti apo kryeministri i vendit të futet në lojra politike. Kushtetuta është e paprekshme sipas tyre, pavarësisht se themi drejtën, unë gjithmonë e kam qyt me nder kushtetutë dhe dolëm atje ku e qyta që reformën drejtësi, që kjo nuk është kushtetutë për Shqipërinë, por paktën të kushtetutë që vetë aprovuan, vetë bën, vetë e katranosën, paktën këtë të kishin zbatuar. Dhe aty e ka në mënyrë taksative, nuk është puna se ka lë vend për interpretim të njëjit apo të tjetrit. Tu nuk ka lidhje krahu apo kë mbron ti, domethënë, këtu flitet thjesht për ligjin dhe për kushtetutën. Ligji dhe kushtetuta nuk e lejon. Këta po përpiqen që ta trajtojnë, pra këta që po them janë pro këtij vendimit presidentit Begaj, përpiqen që shkarkimin e zotit Veliaj
me propozim të Këshillit dhe finalizim të Këshillit Bashkiak dhe finalizim të Këshillit Ministrave, po përpiqen të trajtojnë si një vendim politik, pra që mund të ankimohet në gjykata administrative si i tillë, pa lidhje me nenin 115 kushtetutës. Në fakt, ky është debati që po përpiqen të vendosin në opinion publik. Nuk mundet, kurse si që Presidenti i Republikës marrë një veprim të tillë. Nuk e cakton Presidenti i Republikës se ku shkon ankimimi, në gjykatë administrative apo në gjykatë kushtetuese. Ajo që është më kryesorja është sepse kemi të bëjmë me kompetenca kushtetuese, nuk kemi të bëjë, ai nuk ankimon një vendim të qeverisë sepse i shpronsoi pronën. Qartë. Edhe po godet VKM-n e qeverisë. Edhe do shkojnë në gjykatë administrative, shumë normali shkojnë në gjykatë administrative. Ktu flitet për interpretim kushtetues. Unë jo pa qëllim e kam përmendur edhe herë tjera, po edhe në shkrimet e mia kam përmendur që kemi precedentin Berisha. Precedenti Berisha ishte që nuk shkonte, edhe Berisha nuk shkonte në parlament, pikërisht ata kërkuan të heqin mandatin. Kërkuan të heqin mandatin dhe gjykata vendosi jo, tha. Nuk i heqet mandati sepse ky njeri nuk është se nuk do të shkojë në parlament, por në pamundësi të justifikuar se ligji e ka detyruar që qëndrojë arrest shtëpie. Erion Velia është arrest burgu. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me fajësim e pafajësinë e Erion Velis. Nuk kemi të bëjmë fare me gjykimin e Erion Velis. Tu kemi të bëjmë me institucion. Dhe ky institucion, por mos harrojmë edhe atë tjetër, se Rama po tregohet shumë i shpejt, shumë me urdhra, me vendime, e kupton për tregu forcën e tij. Sepse ne kemi rast të plota, ti ke Shkodrën për shembull, Voltana Ademi ka nejt 4 vjet pa e zgjedh njëri. Qartë. Dha dorëheqjen ai tjetri, nuk u betua dhe mbeti Voltana Ademi dhe nuk mor njëri me dekretime, me urdhra, me mthe thash. Që edhe aty kishte kryeministri kishte dorë. Unë e kam thënë që në fillim kryeministri e ka dorë të shkarkoj kryetarin e bashkisë. Por gjithmonë konform rregullat. Ai ka shkarkuar në mënyra arbitrare. Duke e ditë shumë mirë që ka një kushtetutë aty. Dhe duke e ditë shumë mirë që Erion Velia do ta kundërshtonte këtë vendim në gjykatë. Po përveç gjykatës kushtetuese, po edhe nëse do ta merrte në gjykatën administrative, ata që e mbrojnë këtë lloj versioni. Mund të bënte sigurim pa dije. Do kërkonte sigurim pa dije. Sigurimi pa dije që do bllokonte procesin. Bravo, sigurimi pa dije do bllokon procesin, kështu që jemi në të njëjtat kushte, nuk ka rëndësi se kush gjykat. Mjafton që ky vendim është i apeluar. Pra, ky ka bërë ankimim. Qartë. Nuk ka rëndësi ke gjykata kushtetuese apo gjykata, këta që të bëjnë këtë lojë në gjykatës kushtetuese, por ama kur tu flitet për dy pushtete, pra pushtetin qendror dhe pushtetin lokal janë të dy të pavarur. Dhe këta të dy, dhe unë tash nuk mbroj Erion Velin këtë rast. Dhe këtu nuk bëhet çështja për Erion Velin personale. Nëse mundi ndodhi dikujt tjetër, një bashkie tjetër, domethënë Hungrika Këshilli Bashkiak, mega i vendime, se si pëlqej Sorrati aty kryetari që ka dhe e heqë dhe kryeministri nuk i pëlqej as kryeministrit edhe e marrin, e dekretojnë edhe e heqin. Dhe presidenti e firmon ska dhe domethënë çdo gjë në dorë të Ramës, atë që do Rama atë do bëhet. Kjo është e gjitha, nuk kemi të bëjmë këtu me një shtet të së drejtës, me një shtet ligjor. Kur ligji është mbi të gjitha, kushtetuta është mbi të gjitha. Si mundet këta ta shkatërrojnë të lloj sistemi. Dhe unë jo pa qëllim kam thënë, o zotëri, këtu ka rash sistemi. Ta duan apo s'duan, këtu ka rash sistemi. Sistemi i tillë, një republike parlamentare ka rënë Shqipëni, ka dështuar, ka pjell vetëm diktator. Ky lloj sistemi ka pjell diktator. Në historinë e Shqipërisë, merre historinë e Shqipërisë nga themelimi i saj deri më sot. Republika parlamentare është ajo që ka pjell diktaturën në Shqipëri. Ne jemi për një sistem tjetër, nuk është më kjo, ka dështuar. Qartë. Ky sistem ka dështuar. Qartë. Pavarësisht se këta duan ta mbajnë me thonja me njërin tjetër. Po për dështu ka dështu. Dhe po e tregon dita ditës që është një sistem i dështuar. Ky pjell diktator. Qartë.
Dua që ta kaloj pak më politikisht tani këtë çështje. Nuk e di nëse kjo që ka ndodhur, pra ankimimi i Veriajt në gjykatën kushtetuese dhe kundërpërgjigjja, po themi, siç ndoshta do thoni ju, Ramës përmes presidentit Bajram Begajt për të dekretuar datën e zgjedhjeve, apo çon një konflikt, po them, mes të dyve, një konflikt i cili do të na hap shumë lakra. Pra do të na hap shumë shkelje që janë bërë, sepse dikush do ta çojë dikë deri në fund. Tashi Erion Belia ka marrë atë rrugtimin e luftës së hapur për sa kohë bëri ankimimin. Erion Belia e ka marrë të hapur luftën. E ka hap luftën me Ramon. Unë dikur ju kam thënë që Erion Belia ka fol. Kodi që dërgoi në atë kohë ishte para një muaji, ishte kodi që mbledh veten se ku je. Dhe po të shohësh tashmë po edhe vetë Rama nuk po di më se ku është. Ai mundohet tashmë me gjithë thonjtë, edhe forcën e tij për të mbajtur atë karrikën e kryeministit, të cilën e ka me urdhër. Këtu është një luftë politike e pastër, nuk është mes dy klaneve brenda Sorosit, janë dy klane, klani i Erion Velis dhe klani i Edi Ramës. Kuptojmë drejt. Nuk është problem. Rama këtë vendim që ka marrë sot e ka dhënë nëse kujtohet në momentin kur ka qenë me Erion Velin në Amerikë, ku Rama ishte me Gjozhin, kurse ky ishte me Aleksin, dhe nga ai takim, të paktën kjo është 100% e sigurt se është nga person që ka qenë aty brenda. Dhe Rama ja ka thënë ty pushka top të botë, po unë pa shku deri në fund kësaj pune, po me fjalorin e Ramës, domethënë s'mund ta përdor atë fjalor. Nuk lej pa ta bëj, domethënë. Dhe realisht erdhi dhe e bëri. Unë këtë e kam deklaruar që kur është bërë ky debat, që kur kanë qenë në Amerikë, kur janë kthyer nga Amerika, unë e kam deklaruar dhe realisht ndodhi kjo që ndodhi. Pra unë e kam thënë që Rama do shesë çdo njeri, do mundohet të bëjë çdo lloj gjëje, jo vetëm për të mbajtur postin e kryeministit të Shqipërisë, të cilët e kanë me urdhër nga Gabala për ta mbajtur. Dhe po të shihni dhe tallin që u mundua të bëjmë me Macronin në takimin që ishin sot, kur i thoshte që na uro ti se presidenti Trump na bëri këtë, na vuri paqen se ai punon shumë, e bën shumë. Pra, ky i ka hap, domethënë Soros i ka hap luftë, ose Trump i ka hap luftë Sorosit, dhe këta përgjigjen me gojën e Ramës në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme. Ajo që kam thënë që Rama nesër do sjellë në parlament, do sjellë edhe ligjin e gjinive, atë lloj ligji që po Bajram Begaj me paturpsinë e tij e ngriti në OKB, e diskutoi para në OKB si një nga ligjet që duhesh për të drejtat e njeriut, më thehet thash. Kështu që këtu kemi të bëjmë me një luftë politike, po jo luftë politike, është lufta politike edhe brenda llojit, por edhe mes dy kampeve, të djathës dhe të majtës. Po jo kësaj djathë që kemi ne, mos e ngatarojmë me djathën që kemi ne. Do vim edhe aty, do vim. Flas të djathën reale, atë konservatore, sepse Rama tashmë e ka marrë atë petkun e komandantit, jo vetëm çerdhës që ka ndërtuar në Shqipëri, por edhe në Ballkan edhe më gjerë. Duket që edhe në Europë që nga ky ai i dërguar i Gabalës për të bërë atë luftën e famshme, ashtu siç e bëri para 4 vjetësh, 5 vjetësh, kur jo 5 vjet më tepër, domethënë 8 vjet sa i bie, kur tha që zgjedhja e Donald Trump është fatkeqësi e botës, përveç se një kryeminist në fund ta bënte absolutisht asnjë kryeminist tjetër. Kjo ka lidhje ndoshta edhe me atë me Goningalit, i cili u mundua, unë ja kam thënë, ai u mundua të kapi një kryeministër, jo të kapi një person, do si do, domethënë, sepse posti kryeministit jep shumë atribute, jep shumë gjëra. Kështu që Rama tashmë është në një luftë hapur, unë po them që e ka futur Shqipërinë në një luftë hapur me të gjithë vendet të cilat pretendojnë ose janë, domethënë, pretendojnë të shkojnë në qeveritë e të djathës konservatore, ose janë qeveritë të djathës konservatore. Ata nuk e pranojnë kurrë.
Domethënë Ramën nuk e shohin si alternativë apo si një partner dhe kjo është mungesa më e madhe që ka Shqipëria sot. Ka një detaj, në qoftë se mund ta fusim, është një detaj që po diskutohet shumë këto ditët e fundit, në qoftë se mund ta fusim në këtë luftën mes Veliajt, Ramës dhe opozitës aty në mes, në një televizion tjetër, në një emision tjetër, një dëshmitar italian ka pranuar se u pagua për të sajuar akuza, pra bëri dëshmi të rreme sipas tij gjithmonë, kundër Erion Veliajt, dëshmi të cilat, sipas Erion Veliajt, po të vim tani, ngritën protestat e opozitës dhe shtyn përpara procesin ku ai sot gjendet në burg. Pra, nuk e di nëse e ke ndjekur këtë detaj, këtë dëshminë e rreme po flas. Dëshmi të rreme për sa i përket Erion Velis apo Edi Ramës apo kujdo njeriu këtu në Shqipëri që merret me politikën nuk ka. Të tiqen nga mendja. Pse? Sepse deklaratat janë të prokurorit të Pulës, i cili ka janë 6 vjet që i ka bërë këtë deklarata. Janë faktike. Ka ardhur një gazetar dhe ka bërë edhe emision në Shqipëri, edhe shefi i antimafjes italian, kujt ishte ai, që kishte bler toka e pranonte, po nuk e dija se ishte i këtij apo i atij, kështu që këto janë tallavat që bën politika shqiptare, që fillojnë në momentin që duan të lëshojnë një njeri, fillojnë edhe hedhin akuza kashë njëri tjetrit, apo duke treguar se ky është lajmi rrem apo ky është lajmi vërtet. Këtu nuk ka asgjë të rreme, dhe të gjitha janë vërteta për një arsye shumë thjeshtë. Ne e dimë shumë mirë që droga punohet në Shqipëri, ne e dimë shumë mirë që politika shqiptare është e lidhur me grupet kriminale patjetër. Rama është një nga kokat e krimit dhe të drogës, se pa firmën e tij po e shohim që nuk bëhet dot më asgjë në Shqipëri. Gjithë kullat që ndërtohen, gjithë gjërat që bëhen, gjithë që shkatërrojnë Shqipëri janë po me firmat e tij. Kështu që nuk ka asgjë të gënjeshtër në Shqipëri. Pavarësisht se këta mundohen ta lustrojnë, diçka është e gënjeshtër se ky tha këtë, po jo nuk është kështu, po është ashtu. Qa ka pak të gënjeshtër këtu që Rama ka fluturuar me avion charter me persona të tjerë dhe ka transportu, nuk dihet se çfarë, që FBI-ja është në hetim për Ramën për fluturimet që ka bërë, sepse Dumani nuk ju përgjigj kësaj kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë FBI-s, çfarë nuk është e vërtet këtu, që ky ka ndërtu mafja në shtet, që del një kryeministre në OKB dhe deklaron që kartelet shqiptare po jo vetëm komandojnë drogën, po janë edhe të krimit të organizuar. Dhe kush është ai që hap portat në Shqipëri përveç kryeministrit? Kush është ai që fik radarat? Po pse është pa vërtet që janë fik radarat në atë kohë nga Mimi Godheli se do kalonte droga? Po pse është pa vërtet ajo që unë kam botu që në 2 kontenerët në portin e Durrësit u zhdukën, mërë natës, 2 kontenerë me drogë? Po pse është pa vërtet ajo që vjen nga Kolumbia, vjen kromi në Porto Romano, dhe ke kalata parë shkarkohet, ke kalata dytë bëhet seleksionimi? Po pse është pa vërtet që zhduken arkat e bananeve dhe Shqipëria është konsumatori më i madh i bananeve në Europë? Si, shqiptarët që janë vendi më i varfër, shqiptarët që kanë popullsinë më pak, që po zhduket popullsia që ka konsumatori më i madh i bananeve në botë? Ky çfarë është? Që Erion Velia ta janë marrë me gjithë humorin, vazhduan me incenatorit, po Erion Velia është i lidhur me dragetën nëpërmjet Eko Tiranës, me firmën në Verona, që është me dragetën kokë e këmbë dhe u shpall me 50 milion euro fitim vetëm për një vit. Çfarë është kjo? Gënjeshtër është kjo? Qartë. Kemi drejtësi, po. Ne nuk kemi drejtësi. Sepse po të ishte spaku për atë që unë ngrit, këta duhet ishin gjithë në burg. Sepse çdo grup kriminal, çdo trafik droge është i lidhur pas ka një politikan. Çdo kull ka pas politikan. Si që e ka kjo që e kanë gënjeshtra. Qartë.
Apo kur bien burr këta fillojnë edhe thonë kjo është gënjeshtër, kjo është gënjeshtër. Po t'jem burra të hapin letrat. Po Erion Velia do me dalë triumfator tashmë, po nuk bëhet gjyqi me deklarata. Gjyqi bëhet me fakte. Dhe faktet janë konkrete. Qartë. Nëse u thirr në Amerikë, u thirr pse nuk zbatoi ato fakte që janë dërguar nga Amerika, doset kanë ardhur nga Amerika. Edhe nga Anglia. Se i din edhe se mbret njëu që i kanë fut ato lek i din se ata i din. Dhe qa po bëjnë këto, po bëjnë pastrimin e dosjeve. Ta din gjithë, po bëjnë pastrimin e dosjeve. Që të ulin akuzat. Por jo se ka gjë pa vërtet këtu. Qartë. Asgjë pa vërtet. Dhe ne jetojmë këtu. Qartë. Ta jetojmë, edhe në tavolinë, po t'ulesh në çdo tavolinë të gjithë flasin. Qartë. Dua të vi tani tek çështja e fundit, opozita. Meqense jemi para zgjedhjeve të 9 nëntorit, majoranca e ka zgjedhur një muaj kandidaten e vet, zonjën Manastirliu, ndërkohë që opozita është një proces diskutimi. Ka ardhur deri tani me 2 emra, po mund të jenë edhe emra të tjerë, zoti Ermal Hasimia, zonja Edlira Çepani, mund të jenë edhe emra të tjerë, ndërkaq mund të zgjidhet njëri prej tyre, ende nuk e dim. Pyetja ime është si e sheh procesin e konsultimit që thot opozita për emrin e kandidatit. Është real apo është fiktive dhe propagandë? Si unë e kam thënë që kanë dalë 3 moskëtjerë gjenë në usharin Rajan, ku është. Por, kjo është një lojë shumë e keqe. Opozita nëse ka bërë 43 protesta për të hequr Erion Velin, dhe kur ti bën protesta, automatikisht duhet ta kesh edhe kandidatin. Pikërisht. Lojrat që bëhen, tashi unë e kam thënë edhe prapë e them, pa bekimin e Sorosit nuk mund të jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës. Kështu që nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm vëm kandidat Aleksin tash, se s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Se gjithta vëm edhe Aleksin e ta mbyllim me Sorosin total, domethënë. Jemi të deklaruar. Ajo që bëm përshtypje, unë nuk e shoh Forgerta Manastirliu, unë shoh Partinë Socialiste dhe Ramën në këto zgjedhje. Dhe unë e kam deklaruar, prapë po e deklaruar edhe këtu ke ju, që i vetmi kandidat për cilën janë opozita e deklaron që 500.000 vota të marra në zgjedhjet e fundit të 11 majit janë votat e Sali Berishës. Në këto kushtet, duke qenë se Shqipëria sipas gjithë deklaratave është në rrezik. Shqipëria po shkon drejt humnerës, meqenëse Sali Berisha e ka deklaruar veten misionar. Unë edhe nga ky televizion po ju bëj thirrje edhe një herë. Sali Berisha të dali të kandidoj për të marrë kryeqytetin e Shqipërisë. Është kryeqyteti i Shqipërisë. Nuk është një qytet i dorës 2, 3, 4. Është kryeqyteti i Shqipërisë ku jetojnë 3/4 i shqiptarëve jetojnë në Tiranë. Sali Berisha, nëse do vërtet misionar për të fituar, për të thyer akullin dhe e ka seriozisht këtë lloj betejë, atëherë të dali vetë dhe të kandidoj vetë dhe të fitoj Bashkinë e Tiranës. Duke fituar Bashkinë e Tiranës, fillon dhe thyen akullin atë përqendrimin që ka bërë Rama në të gjithë pushtetet që ka, qoftë edhe në pushtetin lokal. Kështu që emrat e tjerë janë emra të cilat nuk kanë asnjë lloj kontributi, nuk njihen fare nga Tirana. Zotëri, duhet njohësh qytetin. Duhet të njohë qytetin. Kush janë kauzat, kush janë alternativa, çfarë kanë dhënë këta persona që më dalin në Sorolladin sa ke njëri, një herë del njëri, një herë del tjetri? Çfarë janë? Çfarë kanë dhënë për Tiranën? Kush i njeh ta? Ta s'kan bëj artikull për Tiranë. Ta s'kan foli gjysmë fjalë për gjë. Le të dalin një herë, ata që duhen me dalë, le të dalin deklarojnë kundër Sorosit tjerë. Kam çukur Trumpi e shpalli organizat kriminale, i kam thënë bëni copletër. E dërgojnë i bashkisë për të hequr titullin. Qytetar deri, Soros që kemi në Tiranë, qytetar deri. Shkolla që është atje në Rogozhin ka emrin e George Sorosit. Bëjni një copletër, ju opozita. Jo vetëm Partia Demokratike, por të gjithë opozita. Me Golingari mban akoma titullin e qytetarit nderit në Kukës. Ai është i dënuar. Kanë dalë tur lidhë gjënash. Po si është e mundme që këta nuk reagojnë fare? Këta vetëm reagojnë me deklarata, bëjnë një deklaratë tu, bëjnë një deklaratë atje.
Të gjithë Sorosit janë. E politika shqiptare është e kapur nga Sorosi, nuk diskutohet që është e kapur nga Sorosi. Se janë gjithë që kanë marrë financime nga Sorosi, janë gjithë që kanë lytë politikën e Sorosit. Ne kemi 35 vjetë që hecim me politikën e Sorosit. Ligjin e LGBT-s kush e ka bon parlament? Kush e ngriti dorën që e futi Sorosin e bëri institucion? Ne kemi institucion kushtetues Sorosin. Bërë reformën në drejtësi. Në shove kushtetutën me 140 vota dhe e vuten Sorosin e fute brenda. Këta edhe kur diskutojnë në për studio që thonë, shoqëria civile. Dali thot shoqëria civile, pra dali Sorosi. Po merë një Aleksin, veni Aleks Sorosin, kryetar bashkie, me që doni nga shoqëria civile. Si nuk doli një djath, unë habitem, si nuk doli një konservator, si nuk gjetën një njeri këta. Po vetëm ke Sorosi do shkoj. Qa opozit është ke? Opozit me Sorosin mërna. Dali pra Sali Berisha kundër Sorosit, që ndel e mbërtet kundër Sorosit. Të dali dhe të kandidoj. Sot ka nevoj Shqipëria. Urdhër burë, ndil kandidoj. Meri votat. Thyë. Se nuk po mund Orgeta Manisiliun, por mund Edi Rama, Partinë Socialiste. Apo gjemi njëri aty edhe, se këta kanë edhe qef në dalë në për televizora, kanë qef me avu fotografinë murë. Bol t'ja vesh fotografinë murë, bol t'a thrash televizore dhe u knaqin këta. Qa janë këta njerëz, emrat pa njohër. Ai tjetër thot nuk kam staturun, thot. Ali Mehmeti thot nuk kam staturun, thot për këto lloj zgjedhje. Dilma, ke marrë 20.000 vota ti, po e 20.000 ajo tabaku bëjnë 40. Pra ti një stati me 20.000 vota. Kape, vazhdo. Qartë. Pse se bëjnë? Nuk kam unë statur për këtë lloj, për këtë. Si e politikanë, se s'është politikan. Nuk është politikan. Nuk mund në drejtoj qytetin, mos tjetë njëri politik. Si mos tjetë politik? Për qatë kje? Deng pa marrë, merë deng pa marrë, kot. Si është këtë? Mos ketë politik. Qa është politika? Politika është që ti të reagosh, që ti të bësh për qytetin, që ti të bësh gjë. Si që ka kjo? Vedëm antari partisë duhet tjetë quhet politik tu. Po si është e mund me që ta nuk gjekan asnjë. Si është e mund me që usorëllaskan, bëjmë thot takime, me këpën takime me Mediu. Mediu t'i dha deputet që boni grup parlamentar. Ilir Metës t'i dha deputet që boni grup parlamentar. Pra, deputetet e vetja. Me këpën takime. Qartë. Agron, ati, God Dukës ja dha mandatin vet. Ati tjetër vet, ti tjetër qartë. Me këpën takime. Le dali vetëm për dëja. Le dali vetëm, më filli katë vetëm. Dali Sali Berisha vetëm me Partinë Demokratikë. Qofim edhe sa është forca. Si që e ka kjo? Qartë. Ati bëjmë talaf, që mushet me në njerëzve, që ne po bëjmë këtë, po bëjmë atë, po bëjmë këtë, po bëjmë negociatë. Qa negociatëm? është turpën për i parti, thot do bëjmë negociatëm. Partia më e madhe opozitare, ku njerëzit e shohin drejtësur se thonë inshallah po të ndryshoj gjë. Qartë. Këtu ka vetëm një gjë. Po ja u them prap, e i bëj thirrje Berishës, po nga ju, dil kandidot. Vet, lej këto filma e tallavas, e ke shpall vetën misionari del në krye, nuk rrim fund, as mes, po del në krye të misionit vit. Kjo është mision për Shqipëri. Do, burëm, bëhe, nuk do. Atëherë gjej njëri tjetër dhe pastaj justifikohet Rama mbodhi votat. Qartë. Mirë, zoti Merkoçi, ishte kënaqësi, unë falenderoj për bisedën dhe për opinionet këtu në studio si zakonisht. Faleminderit edhe juve. Ishim me zotin Fatmir Merkoçi, folëm për aktualitetin politik në vend, për situatën me Erion Veliajn në gjykatë kushtetuese dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet e 9 nëntorit, si dhe për kandidatin e opozitës. Shkëputemi për pak dhe menjëherë rikthehemi. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, ku do të flasim tani për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të mbahen datën 19 tetor. Tashmë fushata zgjedhore atje sigurisht që ka nisur me dy koalicione të mëdha në përbërje të cilave janë maqedonët dhe shqiptarët. Megjithatë ne do të merremi më shumë me palën shqiptare, ato që na intereson më tepër, sigurisht. Un kam kënaqësinë që në lidhje të drejtë për drejtë në studion time tani të kem zotin Visar Ademi, i cili është kandidat për kryetar të komunës së Gosivarit, kandidat i pavarur. Zoti Ademi, shumë kënaqësi që jemi së bashku, të falenderoj. Shumë faleminderit për ftesën dhe shumë faleminderit për interesin që tregoni.
Patjetër, është meqenëse fjalat e interesi, padyshim që ne këtu në Shqipëri interesohemi për gjithë shqiptarët, gjitha trojet në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zia, kudo ku ata janë në diasporë, kështu që është edhe kënaqësi, edhe detyrim nga ana tjetër. Tani, ju jeni kandidat i pavarur, nuk jeni, po themi, nën e hien e asnjë subjekti që garon në këto zgjedhje dhe me siguri që kjo nuk është, po them, parimisht e thjeshtë. Kudo që ti ishte, jo vetëm në Maqedoni të Veriut, po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Çfarë ju shtyr të kandidoni si kandidat i pavarur për komunën e Gostivarit dhe jam kurioz? Më shtin problemet e mëdha që ka qyteti im i lindjes. Kemi probleme, unë i them, i quaj shpesh të mesjetës, kemi probleme me mbeturinat, kemi probleme me qendrën Dacak, kanalizim, shumë familje nuk kanë, ose shumë shatra nuk kanë ujë të pishëm, edhe si intelektual, si ekspert, si njëri i cili ka një lloj përvoje dhe ka një karrierë profesionale me institucione ndërkombëtare, me botën akademike, me shoqërinë civile, thjesht më thiri nevoja që t'i përgjigjem kësaj lloj sfide të madhe, që të marr përgjegjësitë e mia si intelektual që t'japin lloj zgjidhje për komunën, për vendin tim të jetës. Interesante. Besoj ju e patët menduar hershëm këtë zgjedhje që do të bënit, apo ishte një zgjedhje e momenteve të fundit, para fushatës? Jo, kam folur me shumë grupe interesi, kam folur me shumë intelektual, kam folur me shumë njerëz, edhe ato gjithmonë kanë shtyrë drejt idesë që të kandidohem edhe më herët në Gostivar, por atëherë kam vlerësuar dhe kam ardhur në përfundim që mbase nuk është koha që t'i futem asaj gare, por tani shpresoj që qyteti dhe shoqëria jonë është pjekur më tepër, rrjetet sociale padyshim që e bëjnë vetën, ndoshta edhe pjekuria ime ka ardhur në atë maksimumin e vet, edhe vlerësova që do duhet njëherë për gjithmonë përgjigjem kësaj lloj kërkese që kam patur bashkëqytetarët e mi, shokët e mi, miqtë e mi, njerëzit të cilat ja duan të mirën këtij vendi, edhe kërkoj një lloj alternative. Tani, ajo që unë vendosa, e kisha vendosur më herët, është që unë nuk dua të kem as logo partijake, as amblem partijake, thjesht doja që të futem në këtë garë si njeri i cili i vjen qyteti, njeri i cili është, thash edhe një herë më parë, profesionist. Dhe gara është shumë e vështirë, por besoj që do jetë më në fund do ja dalim që nga dhënjim dhe të fitojmë me partitë politike më të mëdha në Maqedoni. Qartë, meqense thatë për partitë politike më të mëdha. Në Maqedoni dihet që partitë politike të mëdha kudo kanë burime financiare, kanë burime njerëzore, kanë mediat në dispozicion kohor më shumë, ndërsa kandidatët e pavarur i kanë këto vështirësi. Pra ato që janë avantazhet e partive të mëdha janë sfida për kandidatët e pavarur. Si mendoni ju, zoti Ademi, se një kandidat i pavarur mund të garojë në mënyrë të barabartë ndoshta me makineritë e mëdha partijake të tjera? Kjo është e bukuria e sfidës, do të thonë që pa shumë para, pa shumë struktura të bëni maksimumin. Ne gjithçka që bëjmë është jemi mbledhur një grup i vogël njerëzish, por jam shumë cilësisë. Kemi telefonin në dorë dhe po mendomi të tregojmë të gjitha fenomenet deviante, devijimet e mëdha që ndodhen në shoqëri, të japim zgjidhje se si do t'i zgjidhim ne këto lloj probleme. Nuk na duhet shumë, thjesht e thash edhe një herë, telefoni, njerëzit të cilat na japin ide, por edhe normalisht vizioni jon dhe idetë tona për projektet e ardhshme që do duam që ti implementojmë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Në konceptin e financiar jemi modest, por kryesorja është që ne përçojmë mesazhin deri tek qytetari ose deri tek përdoruesi i fundit. Pastaj këto i zgjedhim janë televizioni lokale apo janë rrjetet sociale, po ja edhe televizioni juaj është një platformë me të cilën ne do ta përçojmë vizionin dhe planin tonë për Gostivarin 4 vjeçar të ardhmës. Qartë, jam kurioz, reagimi qytetar si ka qenë ndaj kandidaturës suaj, deri tani flasim. Këtu privatisht janë shumë të kënaqur me ne, ma thonë që ne do votojmë për ju, por tani ajo që është shqetësuese për mua, edhe pse ne me jemi demokraci të themi me kushtetut, por akoma kemi një mendësi komuniste, njerëzit frigohen shumë nga reperkusionet ose nga probleme që mund të hasin nëse do të dalin fotografohen me mua, edhe thonë që na falish, kemi fëmijë për të shkolluar, kemi fëmijë për të punësuar, ne vetë jemi pjesë e kësaj administrate publike, sepse dihet botërisht që Ballkani është përplot me njerëz të cilat janë
pjesë i këtyre militantëve partijak apo njerëzve të cilat i impulson sektori publik, edhe nuk e marrin guximin të dalin publikisht të shprehin këtë lloj entuziazmi, të lloj fryme, sepse i frikohen se çfarë do ndodhen në nesër. Mirë, po privatisht na e thonë që jeni shumë, jemi freski e madhe në këto garë, ju pëlqen shumë që kemi një kampanjë pozitive, ma tepër merremi me çfarë do bëjmë ne, sesa që merremi me kundër kandidatët, edhe kjo ato i bën që të krijojë një simpatie dhe një dashurie për ne. Thashë edhe një herë, vështirësia më e madhe është që ne kemi këto turmat e mëdha, sepse njerëzit nuk fuqizohen për ta bërë këtë hapin e madh e kësaj lloji mendësie kritike, sepse afër 70% janë të punësuar në administratë publike. Kur them administratë publike, mendoj edhe ministritë, edhe komuna, bashkia i punëson ata dhe pastaj ato akmeren, që nëse do ishin me një kandidat të pavarur. Tani të dyja bloqet e kanë këtë fuqinë e madhe që mund t'i mbrojnë anëtarët e vet. Unë jam i pavarur, nuk mund t'i mbroj, unë thjesht mund t'u jap një lloj emocioni, një lloj ideje, një lloj vizioni se çfarë do bëjmë me festivalin në 4 vjeçarin e ardhshëm. Kam përshtypjen që kjo nuk ndodh vetëm aty në Maqedoninë të Veriut, por ndodh edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Ndoshta është problem ballkanik kjo puna e frikës ndaj heqjes nga puna, po ta themi kështu. Fatkeqësisht, nuk do duhet të ishte kështu. Fatkeqësisht. Për një popull i cili ka 2/3 e popullsisë me $2 në ditë, ose që e ka pagën mesatare €400, nuk ke se si e gjykon për vendimin që ato marrin jashtë rrugës, a? Unë i mirë kuptoj, edhe pse do kisha patur dëshirë që të kemi më tepër njerëz të cilët fuqizohen, sepse kjo do kishte dhënë një shtytje më të madhe opinionit publik që të shikojnë që ka edhe njerëz. Por, edhe njerëz tash, mua më intereson shpirti i atyre njerëzve, sa që më intereson pamja fizike dhe dalja për fotografi. Qartë. Mirë, nëse do të kalojmë pak te disa probleme, po them, të komunës së Gostivarit, i trajtojmë pak bashk. Unë jam përpjekur të informoj, megjithatë ju jeni brenda situatës dhe mund të më korrigjoni mua. Pra e kam luksin që unë të jem gabim dhe ju të më korrigjoni. Gostivari, komuna, ka borxhe, nëse s'gaboj, mbi 25 milionë euro dhe është renditur në fund të indeksit të transparencës. Dhe kjo është për çështje që i prekin të gjithë qytetarët e komunës aty. Si do ta trajtoni ju këtë çështje? Tani, borxhi publik duhet të merret seriozisht, sepse i bie që diku çdo qytetar i Gostivarit ka diku afër 700 deri 800 euro per capita ose për kokë banori borxh të cilin e ka akumuluar partitë politike. Si do merrem me borxhin, do bëjmë një lloj plani afatgjatë, se s'mund të jetë afatshkurt patjetër për një periudhë 4 deri 6 vjeçare, se si mund ta rikthejmë borxhin, dhe mënyra e parë që do bëj ose vendimi i parë që do bëj është se do i heq të gjitha militantët partijak nga pagesa e komunës. Nuk e di, e dini, por diku në Gostivari ka afër 500 njerëz të cilat marrin paga dhe nuk shkojnë punë, sepse ato duan që sepse janë parti politike dhe i financojnë aktivistët dhe militantët partijak për fituar zgjedhjet parlamentare. Kjo do jetë një herë e para që do e bëjmë, që do liroj diku afër 4 milionë euro në vit ose 16 milionë euro për një mandat, edhe pastaj do e fusim administratën publike në një lloj monitorimi ose vërtetimi të performancës të tyre, sepse Arben Taravari e ka marrë komunën me 135 punësuar, edhe do të përfundojmë mandatin e vetë partia e tij politike me 300 punësuar. Do të thënë diku afër 2 fish më tepër të punësuar kemi nga koha 2017, ndërkohë kemi 40.000 banor më pak. Do të thënë ka nevojë më pak për shërbime komunale, ndërkohë që administrata është mbi ngarkuar. Kjo do liroj edhe 1-3 milion plotësues, që i bie diku afër 7 milion vit, që i bie diku afër 28 milion për një mandat 4 vjeçare, që do kthehet krejt në projekte, në mirëqenie, në zhvillim komunal të komunës Gostivarit. E para. E dyta, unë vin nga shoqëria civile, vin nga puna me USAID, me Bankën Botërore, dhe kam linqe ose kam koneksion ndaja me donatorët të cilat duan të japin para për zhvillimin komunal, por kanë frikën se ato para keq përdoren nga partitë politike ose edhe nga administrata aktuale, edhe unë do garantoj nga pavarësia ime të garantoj dhe rrjedhimi im me ata që ato para do futen dhe do shfrytëzohen siç është në planin e tyre të investimeve për Maqedoninë Perëndimore. Dhe e treta, siç është zhvilluar këtë bota, ashtu do zhvillohemi edhe ne me partneritet publiko-privat. Do të japim një koncesion ndonjë resursi natyror ose resursi komunal të komunës, ndërkohë që me paratë private do investohet në atë lloj. Për shembull, mund të marrim beturinat. Beturinat mund të jenë një lloj
atraksioni kryesor për të një kompani e cila ka know-how, ka para, ka mjete për të bërë më të mirën e mundshme, ndërkohë që ne do të japim një koncesion për një periudhë 5-7 vjet, që me qëllim që të bëj seleksionimin, grumbullimin edhe përdorimin e mbeturinave për produkte ose për lëndë parë në sektorin privat dhe shiqjen e këtyre mbeturinave në sektorit privat me qëllim që të përmirësimit të likuiditetit dhe pasqyrës financiare të ndërmarrjes publike që merret me këtë punë, a është në borxhe të ndaja. Qartë. Një tjetër problem që do doja të diskutonim bashkë dhe që mua personalisht më ka bërë përshtypje kur e mora vesh, është që numri i këshilltarëve komunal në Gostivar është ulur nga 31 në 23, mos gaboj më korrigjoni, gjë që e forcon dominimin e partive të mëdha në këshill dhe ju a bën juve më të vështirë, kam përshtypjen, nëse nuk jam gabim. Nëse ju... Në fakt, këtu gabim jeni sepse ma pak këshilltar do ketë ma pak kërkesa dhe ma pak probleme individuale përzgjedhur, por ajo që është keq, është që nga këto 8 këshilltarë, shumica ose 6 që do humbasin do jenë shqiptar, me komsi shqiptar, sepse ne kemi patur migracionin më të madh të popullsisë tonë, edhe vendimi i gjykatës këtuese, domethënë e bëri që numri i këshilltarëve shqiptar të ulen në këshill. Por kjo edhe ishte një vendim i qeverisë ka patur partitë politike të cilën e kanë detyruar një tri të imigrojnë nga vendi. Po, për ta sqaruar dhe që ta kem dhe unë më të qartë, ky ishte një vendim i qeverisë. Ka qenë një vendim i qeverisë, sepse në censusin e fundit ato i kanë ndarë popullatën rezidente dhe popullatën jo rezidente, edhe popullatën jo rezidente nuk mundet të votojnë për zgjedhjet lokale dhe kjo ka bërë që numri i banorëve nga 82.000 të bjen në 52.000, kështu që edhe numri i këshilltarëve që të përfaqësoj Këshilli Komunal i Jonit të vi nga 31 në 23. Qartë. Pyetja që unë do doja të kuptoja se si ju e keni menduar strategjikisht është kjo, nëse ju arrini të fitoni, si do të bashkëveproni me Këshillin Komunal, ku qartazi është i ndarë mes 2 koalicioneve të tjera të mëdha, po them, për të çuar përpara projektit. Shumë pyetje me vend është kjo. Shumë pyetje mirë është dhe këto do duhet, më thënë unë zakonisht keq përdorimet edhe koalicionet e partive politike kanë qenë kur kanë marrë tendera ose kur kanë marrë punësime partijake që unë do punësoj 7 pejtmive, ndërkohë që do të përkraj të punësojsh 10 për të tuve. Unë nuk kam as logo, as militant partijak, as ushtri për të punësuar. Unë e kam qytetarin. Edhe do t'i sfidoj shumë qytetarët partijak me projekte të cilat do t'i promovoj përpara qytetarëve, edhe nëse ato më bëjnë pengesa, atëherë do të them qytetarëve që ato nuk duan zhvillim, nuk duan progres. Nëse do duam ne që zgjidhim një kanalizim apo të bëjmë një aquapark apo të bëjmë një fushë futbolli, edhe këtë do t'ua them qytetarëve dhe për këtë më pengojnë vetëm për hasmëri politike, ata qytetarët do ta dinë këtë, dhe e dyta do fus konceptin e referendumit. Në Maqedoni kërkush nuk e ka futur deri tani referendumin, nëse 10% e popullatës vendosën diçka pozitive për një çështje, atëherë Këshilli Komunal e aprovon dhe duhet të adapton me patjetër, sepse është kërkesë dhe miratim i qytetarëve të Gostivarit. Domethënë unë sa që do has në probleme, do ta fus, do ta pyes qytetarin se çfarë mendojnë ata për këto lloj vendime që kemi marrë bashkë. Na fagjat, patjetër që nuk dua të kem luftë me Këshillin Komunal apo me partitë politike, por do mundohem që unë të jem proaktiv, të sfidoj ato me projekte dhe ato pastaj të ndjeki rrugën time, sepse kjo është rruga e vetme, rruga e progresit, sepse do na ikin njerëzit edhe s'do kemi më kujt i drejtohemi pas 4-5 viteve, se s'ka njerëz. Qartë. Sa i takon demografisë, Gostivari është një komunë patjetër me shumicë shqiptare, megjithatë aty ka edhe pakica etnike, kam përshtypjen turq. Nuk e di se çfarë pakicësh të tjera ka vlev, janë gjithë të përfaqësuar nga pak. Në raport me pakicat etnike, ju si jeni qasur dhe çfarë perceptimi keni marrë nga ta? Qytetari nuk ka as ngjyrë, as taj përkatësi, është qytetari i ka nevojat bazë. Si Maqedonas, si shqiptari kanë probleme me analizimin, me ujin e ishëm, me qendrën tatsak, me mbeturinë atë, dhe unë mundohem të zgjidh problemet pa marrë parasysh se cilës lagje apo se cilës përkatësi etnike i përkasin. Edhe e trajtoj qytetarin mbi të gjitha këto lloj parime emocionale dhe etnike që janë shumë të rëndësishme për partitë politike, por pak të rëndësishme për mua sepse unë vi për qytetin, jo për partinë. Nuk kam as agjendë të zhvilloj partitë politike, as nuk kam edhe agjendë nacionale, për mua rëndësishme është qyteti.
Në fakt, shumë interesante kjo që thatë ju tani, sepse kur kam folur, po them, me komentues të ndryshëm të politikës në Maqedoninë e Veriut, me figura të ndryshme përfaqësimi në nivele të ndryshme politike flas, gjithmonë shqiptarë e kanë vënë theksin tek ndasia etnike në Maqedoninë e Veriut, e cila është pjesë edhe e zgjedhjeve të përgjithshme, patjetër edhe e zgjedhjeve komunale. Ndërkohë që ju vini me një platformë tjetër që nuk e potenconi, po them, ndasinë etnike. Dhe kjo më duket interesante. Tani nuk e di se sa shqiptarët nuk ka patriotizëm më të madh se sa të zgjidhësh një problem i cilin e ka qytetari. Nuk ka patriotizëm më të madh se sa të japësh një mundësi që një i ri nga Gostivari mos zgjedh imigracionin dhe mos e zgjedh rrugën e gurbetit. Nuk ka patriotizëm më të madh se sa të japësh një lloj perspektive që një i moshuar të ketë nipërit mbesat e vet afër vetes vete. Ne nuk mund të, unë nuk them që do bëjmë rekullin dhe do kthej ato që kanë ikur. Për të paktën këtyre të rive që kanë ngel këtu të jap një alternativë për Gostivarin dhe Gostivari të jetë në listën lart të vendimeve që merr një i ri për të vazhduar karrierën e vet në Gostivar. Kjo besoj që është përmbi gjithë llafet boshet patriotike që i kanë partitë politike por nuk i realizojnë. Dhe e dyta, patriotizmi, po shikojsh komunat shqiptare Maqedoninë Perëndimore, ka këtë kanë që flasin për shqiptari, flasin për për flamur, në ndërkohë që nuk mund të gjesh një komunë model zhvillimor të cilën e ka pa problemet e mesjetës. Merri nga Likova deri në Struk, të gjitha komunat të cilat udhëhiqen nga shqiptar kanë probleme të mesjetës, kanë probleme me qendrën ndartësak, me kanalizime, me ujë, me borxh publik të madh, me imigracion të lartë. Tani dhe sa vite do flasim fjalë boshe ndaja, ndërkohë që ju e keni rrëzuar, e keni shkatruar një komunë atje ku do të tregoni patriotizëm. Patriotizmi më i madh është të jepni këtij populli mirëqenie, të jepni këtij populli vende pune, sektorin privat, ta rrisni sektorin privat, ta përmirësoni cilësinë e arsimit, dhe të krijoni një lloj shpresë tek njerëzit që edhe këtu jetohet. Qartë, pra ju nuk mendoni se, po themi, në vitin 2025, me këto probleme që kemi, ligjërimi etnik dhe patriotik sjell vota, ndoshta partitë e mëdha mund ta përdorin këtë gjë, kam përshtypjen. Edhe e përdorin sigurisht. Mund të sjellin, po nuk sjellin zhvillim, sepse pastaj partitë politike kur i marrin votat e gryen me të madhe, sepse ato e mbushin tash njerëz sipas statistikave të mia 500 i ke në qerin të shtëpia, edhe 300 i ke kështu të punësuar, domethënë që janë shkojnë punë, por nuk kanë një vend specifik pune, dhe mund të bëjnë një persona marrin rrogë për shkak të këtyre politikave mdhaja, por realisht vinë me kosto të madhe për qytetin. Unë dua që këto 7 milion që i thash më herët, që mbase edhe më tepër mund të jenë, por sigurisht 7 milion t'i kthej në produktivitet, në investim, në mirëqenie për Gostivarin. Pastaj kjo do rezultoj që të kemi edhe patriotizëm, të kemi edhe shqiptari, të kemi edhe flamur, të kemi edhe gjithçka që vinë më pas. Qartë, edhe për të avash edhe drejt fundit bisedës tonë, së pari mua më bëri përshtypje që për të kandiduar i pavarur në Maqedoninë të Veriut për kryetar komune mjafton vetëm 2 firma. Ka qenë ndryshe, edhe mendova se ishte shaka kjo. Po që është e vërtet në fakt. Nuk është shaka, ka qenë deri në fund, ka qenë që duhet të kesh 1% të trupit votuesve, pastaj u bë një mallakame madhe dhe faktikisht nuk u morën vesh qeveria me sistemin juridik të Maqedonisë, edhe në fund ngeli me 2 firma, por e kam shpallur kandidaturën time prej 9 korrik, kur këto gjëra as nuk i kam ditur që do jenë rregull. Mjaft interesante. Kjo më bëri përshtypje. E dyta, diçka që më bën përshtypje është, nuk e di, më gjerë në gjithë Maqedoninë e Veriut duket sikur këto zgjedhje lokale, komunale kanë marrë frymën e zgjedhjeve të përgjithshme, zgjedhjeve për parlament. Nuk e di nëse është krijuar një frymë e tillë apo është perceptimi i gabuar kjo. Dhe në këtë kontekst si është sheh të ardhmen e Gostivarit në gjithë kontekstin e Maqedonisë së Veriut, të qeverive të Maqedonisë Veriut, të partive të tjera të mëdha? Të vërtetë keni konstatimin dhe kjo bëhet për 2 arsye. Para është që partitë politike
e kanë prishur goxha reputacionin e vetë dhe nuk kanë as projekte, as plan, as ide se si mund të i rregullojnë komunat, edhe vetëm një gjë është ta divertojnë fokusin në diçka më të madhe se sa komuna. Dhe e dyta, ato mundohen që qytetin ta nënshtrojnë dhe ta sundojnë që pastaj si trofe ta përdorin për shkëmbim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kjo është gjithçka, domethënë nënshtrimi dhe sundimi i tyre vjen për t'i treguar atij dikujt në Shkup atje që dëgjoj haj tani i detyruar të bësh zgjedhjet parakohshme. Thash edhe një herë, unë nuk i kam të lloj agjenda, unë vi me idenë që Gostivari duhet të jetë zhvillohet si çdo qytet tjetër urban i Europës, po mos them Europës edhe Ballkanit. Imagjinoni, ne kemi qenë përpara të gjitha shteteve edhe në konceptin e integrimit evropian, edhe në zhvillimin ekonomik, në ndërkohë që tani kemi ngritur fundet me këtë parametra. Domethënë ne mund vetëm matrim me një Bosnjë Hercegovinë dhe kjo gjithë këto probleme vinë nga politika. Qartë, si do të jetë nesër Visar Ademi, kryetari i komunës Gostivarit, në raport me Shkupin, me Këshillin e Ministrave, me Parlamentin, me kryeministrin Mickoski? Do mundohem që mos varem nga Shkupi, sepse deri tani ka qenë kjo mospasja e ideve e ka bërë që të bashkëpunojnë me Shkupin sa që kërkohet lek, kërkohet para, ndërkohë që unë do mundohem që thash edhe një herë me partneritet publiko-privat ta fus sa më të për sektorin privat në zgjidhjen e problemeve komunale. E dyta është të merrem shumë me projekte ndërkombëtare, sepse aty është fuqia dhe forca ime për thithjen e këtyre fondeve që vijnë nga jashtë, a janë shumicë dhe goxha e madhe. Dhe e treta, imagjinoni kryetari i komunës Gostivarit para do ditësh tha që në Gostivar vetëm 43% të tatimeve lokale mblidhen. Tani, ose kjo është pa aftësi e tij, ose kjo është mospasje kapacitete dhe dëshire për të mbledhur taksat komunale. Domethënë do mundohem edhe do rris presionin horizontal që çdo kush i cili nuk paguan taksat të paguajë me qëllim që të kthehet pastaj në shërbime për ato vetë. Nuk na duhet Shkupi, sepse unë tash edhe një herë, unë nuk kam ushtri për të punësuar, unë kam qytetar për shërbyer. Unë ju falenderoj zoti Ademi për bisedën dhe për gjithçka që sollët jo vetëm si pjesë e fushatës elektorale, por që sollët edhe në ekranin këtu për shqiptarët e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit shumë juve për interesin, ju përshëndes të gjithë shikuesit e juaj dhe ju uroj ditë mbar dhe javë mbar. Faleminderit. Ishim me kandidatin për kryetar të komunës së Gostivarit, kandidat i pavarur zotin Visar Ademi, folëm për fushatën zgjedhore për zgjedhjet komunale atje në Maqedoninë e Veriut dhe për problematikat e Gostivarit në veçantë dhe më gjerë situatën politike në lidhje me zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Ishte ky aktualitet edhe për sot. Ne do të shihemi sërish javën tjetër, deri atëherë qëndroni me NTV dhe kalofshi mirë.